si është dita ndërkombëtare e gruas, po për ne ajo është edhe festa e nënës, duke qenë se imazhi i saj na bashkon dhe frymëzon me shumë vepra arti. Shkrimtar, këngëtar dhe kompozitor kanë krijuar me dashuri në nder të saj, ndërsa shqiptarët e konsiderojnë nënën si burim i jetës dhe frymëzimi, duke kushtuar kësaj dite poezitë dhe këngët më të mira të dedikuara saj. Në sallën e Muzeut të Qytetit të Lushnjës, shoqata Atdetare Kulturore Myzeqeja organizoi një aktivitet ku u mblodhën vargjet dhe poezitë e grave shkrimtare të Bashkisë Divjak dhe Bashkisë Lushnje për të kujtuar forcën e gruas në jetën e përditshme, jo vetëm si një grua, por edhe si frymë e letërsisë dhe e poezisë. Ngjarja u hap me një këngë të kënduar nga djali 13 vjeçar lushnjar Jo Beri Todri, i cili me zërin e tij melodioz dhe duar trokitit e ngrohta preku çdo zemër duke theksuar fjalën nën. Aktiviteti gjithashtu u përshëndet nga organizatorja dhe kryetarja e shoqatës kulturore Myzeqeja, zonja Zhaneta Kumbora, e cila u shpreh. Shoqata Atdetare Kulturore Myzeqeja e organizon këtë veprimtari në kuadrin e një veprimtarie të mëparshme në 2024. Zëri i gruas lushnjare për vargjet poetike. Dhe ishte i suksesshëm. Ishte një nivel i dimensionit të gjerë në shtrirje hapësinore, vetëm në qytetin e Lushnjës. Por kjo veprimtari sot do të bëhet në një dimension shumë edhe më të gjerë, në dimensionin e thellësisë mendimit edhe ruajtjes së kulturës lushnjare në fushën e poezisë. Mes poezive dhe këngëve për nënën të organizuara më së miri, fjalën më pas e mori dhe kryebashkiakja zonja Eriselda Sefa. Ashtu si zysh Anila i thot nëpërmjet vargjes ku tregon se sa grua e guximshme, se sa grua e fortë është, por i jep dhe një mesazh dhe shumë grave të tjera. Në fakt, dita ndërkombëtare e grave është një ditë e cila tregon forcën, shpresën, por patjetër është një burim që ne të tregojmë njëra tjetrës që përçojmë shumë dashuri, bëjmë shumë punë, por patjetër bëjmë dhe shumë sakrifica. Ndërkohë që ne në Shqipëri ditën e 8 marsit e kemi për nënat tona, kështu që do doja që nëpërmjet këtij aktiviteti të dërgoja një urim nënëstime gëzuar 8 marsin, por patjetër nëpërmjet saj dhe të gjithë nënave të Bashkisë Lushnje, gëzuar 8 marsin dhe qofshin gjithmonë nëna të bekuara dhe të lumtura dhe të gjithë vajzat e gratë të tregojnë se sa të forta janë dhe nëse jemi bashkë gjithmonë jemi më të forta dhe bëjmë shumë gjëra më të bukura. Gjithashtu dhe deputetja e Lushnjës, zonja Lindita Buxheli, shprehu disa fjalë për këtë aktivitet dhe këtë ditë të shënuar të gruas. Shënuar dhe është vërtet shumë kënaqësi. Unë në fakt u përkas shifrave, unë nuk di të bëj poezi dhe unë i adhuroj gratë që bëjnë poezi, sepse ato na bien çdo ditë nëpërmjet poezive të tyre, të gjitha gratë lushnjare. Të muzikës shoqëruan aktivitetin ku fjala nën ishte vetë bota në nxërin e ëmbël të Nadia Muçës. Pas aktivitetit, drejtuesja e shoqatës kulturore Atdetare Myzeqeja, së bashku me prezantuese në këtij aktiviteti, dhanë mesazhin e fortë për të qenë unit grua, që është jo vetëm në familje, por edhe në çdo aspekt të jetës. Feste. Dhe ne gjetëm këtë mënyrë të komunikuari me vargjet poetike për të protestuar me ëmbëlsi për ato padrejtësi që i bëjnë grave, nënave, motrave, fëmijëve, të cilët janë plot dritë dhe kulturë, por nuk i dëgjon njeri. Le të dëgjohen gjithkush që ka ëndra, ka dëshira, ka në realitete, ka në aftësi për të dëgjuar. Një aktivitet i shënuar, një datë shumë të shënuar dhe me një rëndësi shumë të madhe për të gjitha gratë, po në fakt për gjithë shoqërinë. Mesazhi është i thjeshtë në fakt. Gruaja është forcë e madhe. Gruaja është forca pa cilën shoqëria nuk mund vazhdojë më përpara. Thuhet shpesh të rinjt janë e ardhmja, fuqia që bashkohen bashkë e të tjerë. Por ama gruaja është një forcë e madhe dhe tani më mund ta ndryshojmë edhe këtë shprehje, mund të themi që gruaja është e ardhmja.